Njeriu është qenie në proces evolimi. Hëna nuk bëhet më tepër hënë dhe fazani nuk bëhet më tepër fazan, ndërsa njeriu evolon. Mund të jetë i mirë e të bëhet më i mirë. Mund të jetë i mirë e të bëhet i keq, po mund të jetë i keq e të bëhet i mirë. Në konceptin filozofik, njeriu është në proces shëndërimi. Kjo gjë është shpreh idenë se asgjë nuk është statike, por gjithçka është në një lëvizje të vazhdueshme. Njeriu është në proces, ai nuk është objekt i fiksuar, ai është gjithashtu në procesin e të bërit. Ai gjithmonë është duke u formuar nga përvoja, zgjedhjet dhe idetë e tij, ndërsa evolimi është drejtimi që merr ky proces i të bërit njeri. Njeriu në proces ka për qëllim konceptin duke u bërë, ai nuk ka mbërritur ende tek përmirësimi apo tek përsosmëria, por është në udhë drejt saj. Është vetë gjendja e ecjes, lëvizjes, e pandërprerë ku ai formohet çdo moment. Njeriu është qenie që ndikon tek të tjerët, por ashtu në të njëjtën kohë njeriu është i ndikueshëm. Një mësues është ndikues tek nxënësit e tij përmes mësimeve dhe udhëzimeve që ai jep. Rrezet e diellit janë ndikuese në rritjen e një bime. Një person karizmatik mund të jetë ndikues në vendimmarrjen e të tjerëve përmes fjalëve të tij, ndërsa i ndikueshëm i referohet një personi, objekt ose fenomen, karakteristika e të cilit ndryshojnë si rezultat i veprimeve të ndikuesit, si për shembull, metali është i ndikueshëm nga rrezet e nxehta sepse ndryshon formë. Mjedisi përreth një njeriu është shumë i ndikueshëm nga kultura dhe mënyra e tij e jetesës.